Mirëmëngjes, nderuar të ftuar nga Akademia dhe nga bankat qendrore, nderuar kërkues, shkencor dhe pjesëmarrës në këtë konferencë. Është kënaqësi e veçantë për mua të çel këtë aktivitet shkencor të përvitshëm, i cili është kthyer tashmë në një platformë solide për shkëmbimin dhe diskutimin e punëve kërkimore në lidhje me temat dhe çështjet e bankingut qendror. Me entuziazëm, shoh pjesëmarrjen e shumë kërkuesve ndërkombëtar nga bota akademike dhe komuniteti i bankave qendrore, të cilët janë bashkuar workshopit të kërkimeve të Bankës së Shqipërisë këtë vit, por sikurse dhe vitet e kaluara. Prania juaj është domethënëse për vlerësimin e cilësisë së diskutimeve lidhur me kërkimin dhe politikat e ndjekura në Bankën e Shqipërisë. Diskutimet dhe mendimet tuaja pasurojnë në mënyrë të konsiderueshme punën tonë kërkimore. Programi i këtij workshopi është në sinkron me sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballet komuniteti i bankingut qendror jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Temat e këtij viti, ndërsa mbulojnë fushat kahershme të interesit të Bankës Qendrore, siç janë inflacioni, politika monetare dhe stabiliteti financiar, thellohen njëkohësisht edhe në çështje sfida të momentit, si ndryshimet klimatike, digitalizimi, financat e familjeve apo përfshirja financiare. Evoluimi i agjendës së aktivitetit tonë pasqyron natyrën dinamike të sfidave me të cilat përballemi. Shoqëritë, ekonomitë dhe sistemet tona financiare janë në presion nga burime të ndryshme, luftrat, tensionet gjeopolitike, të cilat po vinë në rritje, ndryshimet demografike, përshkallëzimi i ngjarjeve ekstreme klimatike, si dhe inteligjenca artificiale dhe digitalizimi i financave dhe i paras. Këto sfida kanë shkaktuar pasoja negative në zinxhirët e prodhimit dhe të furnizimit, kanë ndikuar në tregjet e punës dhe kanë nxitur ndryshime strukturore të cilat kanë ndikuar produktivitetin, kostot, stabilitetin e çmimeve, si dhe stabilitetin e përgjithshëm makroekonomik dhe financiar të vendeve të ndryshme. Në Shqipëri këto ngjarje po riformësojnë orientimin e ekonomisë dhe fokusin sektorial, duke nxitur rritje në disa fusha, ndërsa po zëvendësojnë gradualisht peshën e disa sektorëve sektorial, tradicional. Rezultati i tranzicionit janë aktiviteti ekonomik i përshpejtuar, pozicioni përmirësuar i sektorit jashtëm dhe qëndrueshmëria e rritur. Megjithatë, ky tranzicion ushtron presion edhe mbi tregjet e punës tashmë të prekura nga emigracioni. Këto ndryshime përshkojnë ekonominë duke trazuar ekuilibrat e vendosur dhe duke nxitur rregullime në treguesit nominal. Këto konkluzione mbështeten nga një punë kërkimore e plotë, e cila përdor të dhënat dhe metodologjitë më të fundit të kërkimit shkencor. Përtej këtyre vështirësive, bankat qendrore duhet ende të zbulojnë se si të normalizojnë politikën monetare dhe bilancet e tyre në përputhje me pozicionet e para krizës, pa kërcënuar rritjen ekonomike dhe stabilitetin financiar. Janë të shumta ato banka qendrore që kanë filluar të kuptojnë se objektivat e tyre dhe qëndrueshmëria afatgjatë e politikave që ndjekin përfshin dimensionet shumëfishta dhe shtrihen përtej stabilitetit çmimeve për të parapruar me objektivat e një zhvillimi të qëndrueshëm. Roli i Bankës Qendrore në arritjen e këtyre objektivave, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthortë, nëpërmjet politikës monetare dhe rregullimit financiar, edukimit dhe përfshirjes financiare, është më etik se kur, jo vetëm për shoqëritë, por edhe për vetë Bankën Qendrore dhe suksesin e politikave të saj. Ne kemi nisur zbatimin e 2 strategjive të rëndësishme, të cilat mbështesin arritjen e objektivave të zhvillimit qëndrueshëm, strategjinë e klimës dhe atë të edukimit dhe të përfshirjes financiare,
Dhe njëkohësisht po zhvillojmë një përqasje të re me fokus mbi digitalizimin. Këto incentiva janë mbështetur dhe kanë përfituar nga kërkimet shkencore të Bankës Shqipërisë në fushat e ndryshimeve klimatike, edukimin dhe përfshirjen financiare të investimeve dhe gjithashtu dhe në sektorin privat. Digitalizimi i financës dhe i paras po transformon rëndësisht panoramën ekonomike dhe financiare, duke ndryshuar perceptimet dhe sjelljet e publikut ndaj vendimeve monetare dhe atyre financiare. Ky ndryshim radikal kërkon qasje të reja në analizë, vendimarrje dhe komunikim me publikun, veçanërisht përballë të panjohurave që vijnë nga teknologjitë, të cilat janë gjithnjë në zhvillim. Rrjedhimisht, ju inkurajoj që të thelloni studimet në këto çështje mjaft kritike të kohëve moderne. Dërsa studiojmë këto kushte komplekse dhe ndryshime dinamike në ekonomi dhe financë, duhet të mbajmë në mendje mësimet e nxjerra nga historia, veçanërisht udhëtimin historik dhe monetar të Shqipërisë. Me afrimin e 100 vjetorit të themelimit të Bankës Shqipërisë dhe të bankingut qendror në Shqipëri, ne duhet të thellohemi në histori për të pasuruar perceptimin ton bashkëkohor mbi ekonominë dhe financën dhe për të shpërshtatur njohurinë globale me kontekstin specifik të Shqipërisë. Kjo perspektivë historike është thelbësore për të kuptuar ciklet dhe evolucionet e ekonomisë dhe për të na rikujtuar logjikën dhe arsyet kryesore ku mbështeten zgjedhjet tona themelore në lidhje me regjimin monetar dhe regjimin financiar. Kjo na ndihmon për të kuptuar më mirë çka qëndron pas zgjedhjes dhe zbatimit të regjimit të lirë të kursit këmbimit, liberalizimit të tregtisë dhe kontrolleve të kapitalit, zbatimit një politike monetare të pavarur dhe objektivit stabilitetit të çmimeve, dhe se si të gjitha këto përshtaten në kuadrin e sfidave aktuale. Në mbyllje nxis kërkuesit tan shkencor, të përmbahen parimeve të analizës së paanshme, seriozitetit shkencor dhe rekomandimeve të qarta. Kjo është detyrë sfiduese, por unë kam besim në aftësinë tonë kolektive për të qenë në lartësinë e duhur, sikurse kemi provuar edhe në vitet e mëparshme. Kërkimi në Bankën e Shqipërisë tashmë ka fituar besueshmërinë e politikbërzve dhe respektin e botës akademike, siç dëshmohet edhe nga pjesëmarrja ndërkombëtare në këtë aktivitet që po zhvillojmë sot. Megjithatë, ne duhet të bëjmë të mundur që kërkimi të komunikojë në mënyrë efektive me të gjithë ekonominë, duke udhëhequr vendimarrjen e përgjegjshme si në sektorin privat dhe në fushën e jetesës përditshme të familjeve. Ju inkurajoj të zgjaroni ndikimin tuaj përtej kufive të bankës, duke u angazhuar me akademinë dhe grupe të ndryshme interesi për të nxitur komunikimin e vazhdueshëm me ekonominë. Kjo do të sigurojë një kuptim më të mirë të politikbërjes sonë dhe një mbështetje gjithnjë më të gjerë nga ana e publikut për bankat qendrore. Ju uroj diskutime suksesshme dhe frutëdhënëse gjatë këtyre 2 ditëve dhe të keni një konferencë sa më rezultative dhe konkludive. Faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit për punën kërkuesve shkencor të Bankës Shqipërisë, por gjithashtu dhe të gjithë pjesëmarrësve në punën e tyre në kërkimin shkencor. Faleminderit.